neve pse na friksohemi edhe shqetësohemi, pse na nuk kemi kaq qetë. Ka shumë arsye. E para që është më kryesore është mungesa e bindjes, i yakinit për jetën e ahirit. Kjo është e para dhe xhallar e vjetër i kanë rrahur kësaj telës shumë. Edhe fatmirësisht ata diturinë është atë madhe s'kan pas, ama bindjen e kanë pas pa luhatshëm. Që sot i mungon një pjesë të madhe të popullatës muslimane, s'po flas për atë musliman. E dyta është njohja e gjendjes tonë, hallit tonë. Secili e dimi na hallin tonë, mangësitë tona, gabimet tona. Dhe pra çka ne kemi frikë, ama Allah i madhreshëm edhe këtu e ka heqë këtë frikë sepse dera e pendimit është e hapur, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është në lindje një derë e hapur e pendimit, ajo derë nuk do të mbyllet derisa nuk të vjedhë nga perëndimi. Dera e tawbës është e hapur si kolektiv deri në kiamet. Tash varet për neve sa na do i shfrytëzojmë mundësitë që na jep Allahu xhelal për me u penduar. Andaj themi na, për ne që jemi gjallë, shfrytëzojmë mundësitë e kërkimit falës të Allahut dhe pendimit tek Ai. Ato gjunahe që i ke bë, leti të fshihen gjunahet, leti të fshihen gjurmë e gjunave, bile Allah i madhreshëm me rahmetin e vet, edhe ti shndron ato gjunahe në shpërblime. Atyra që pendohen sinqerisht, Allahu gabimet e tyre u shndron në sevap. Kjo është rahmet shumë i madh i Allahut xhelal. Dhe pastaj normalisht kur e ki këtë bindje, këtë shpresë të madhe në rahmetin e Allahut xhelal, atë nuk frikohesh nga vdekja, edhe nuk ka kush të ndan nga punët e mira. Ky besim ka qenë ai që i ka shti pritet tanë, gjyshtet tanë, edhe komunizëm mos me lënë namazin, edhe pikë zhegën korra mos me lënë Ramazanin, edhe me i kry të gjitha obligimet e veta, sepse e ka ditë se ka një Allah, të cilët ka më dhënë llogari, ase njerëzit dhe pushtetet të vinë e shkojnë. Sot janë, nesër s'janë, dje kanë qenë, sot s'janë. Ama Allahu ngjelet ai që duhet të adhurohet vazhdimisht, edhe të kemi frikë, edhe respekt, edhe madhrim ndaj tij vazhdimisht.